Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Euronews Albania, unë jam Mirela Milori, unë me lajmet kryesore. Është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare Papa Francesku. Ati i shenjtë kishte kaluar muajin e fundit në një spital të Romës për shkak të një pneumonie të rëndë. Në Shqipëri të gjitha kishat dhe famullit katolike nisën zinë dhe ulën flamurin e Vatikanit në gjysmështi, siç ishte paralajmëruar Katedrali e Shën Palit në Tiranë, po mban një mesh në nderim të Papa Franceskut. Pas 9 ditëve të zisë dhe funeralit të Papa Franceskut, Kisha Katolike do të organizojë konklavën e ardhshme. Aktualisht janë 8 pretendentët që synojnë të marrin në duar trashëgiminë e Papa Franceskut. Euronews Albania siguron dosjen me përgjimet që çuan në pranga oficerët e policisë rrugore. Oficeri i policisë gjyqësore Dison Tabaku mori 2.000 euro për të shmangur arrestimin e gruas së biznesmenit. Prokuroria e Gjirokastrës deklaron se nuk konstatohet asnjë dhënë e cila të dëshmojë se vetvrasja e 15 vjeçarit me iniciale VP ka si shkak ngacmimet apo sjellje të bullizuese nga bashkëmoshatarët e tij. Dështon sërish zgjedhja e kryetarit kuvendit Kosovës pasi opozita kundërshton votimin e kandidates Albulena Axhiu nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Partia fituese kërkon marrëveshje politike për të dalë nga kriza. Do nisim mëngjesisht me lajmet, siç ishte paralajmëruar Katedralja e Shën Palit në Tiranë, po zhvillon një mesh